Jashtë është programuar film tjetër. Çfarë 300 bëhet kështu? Punë sharlatan. E sarà il segreto di ogni vittoria. Zjarr! Këtu Radio Tirana, 6 prill 1939. Po japim muzikë klasike. Wagner, Perëndimi I Zotit. Nush. O nush. Pas kam permitur. Ici, Radio Paris, la rubrique étrangère. Selon les informations de la revue Illustration, la loi de la jungle continue. Un autre coup de force se prépare contre une nation faible. Ce n'est pas cette fois le nazisme d'Hitler qui en est l'auteur, mais le fascisme de Mussolini, et c'est l'Albanie qui en est la victime. Depuis quelques jours, d'inquiétantes concentrations de troupes fascistes se sont signalées dans la région de Brindisi. Les exigences du Duce ont pris la forme d'un ultimatum. Mussolini prétend... Marinës do të kenë mbetur akoma në Saran. Po patjetër se nuk kemi asnjë lajm. Po nuk lor ç'bëhet. Këto niset njëri nga ne. Hani si thua? Jo çuna, koha nuk pret. Ej, Dima, Gjateli. Mussolini po kërcënon hapur. Apo I dini të gjithë. Po mirë. I mësuam. Po ti ku je? Pas ka marrë malli për që rakonton mjeshtër, ha? Paktën të lajmërosh. Ku ke nga në këto ditë? Ç'tuat, do luftojmë apo jo? Zoti kapiten, na thoni se çfarë duhet bëjmë. Këto nuk janë punë tuaja. Mbreti kërkon rregull nga të gjithë. Kemi një ushtrim mbretëror që përgjigjet për mbrojtjen e vendit. Kamsori, artilleri, deri tek karroarmata tër kokë. Ande nuk lëviz asgjë, isha unë.
Base po përgatiten edhe këta. Gënjejnë. Këtu diçka po thurin. Çfarë të bëjnë? Tani duhet ishe dhënë kushtrimi. Në molo. Ku është kapteni? Tani sa iku, e thirrën komandë. Sa po mi dhanë ata doganës, shëvrasi. Ata shkruajnë se kanë grumbulluar ushtri të madhe në Bari, Brindisi e Taranto për të sulmuar Shqipërinë. Tre! Shtua, mëre! Po, është e vërtet. E tha Radi Londra mbrëm. Mussolini e ka deklaruar. Hitleri është dakord? Po kështu dhe Chamberlaini. Presto, avanti, signore, presto, per favore. Signor capitano, dobbiamo partire. Siamo già in ritardo. Presto. Signora, sbrigatevi, per favore. Pa u këta që ne. Ja mbathim para së të kërsas. Siç duket do bombardojnë. Kaptenin do ta presim. Nuk kemi se shpresim. Dale mor prit, depot janë të mbyllura. Qersa ti kanë oficerët fashist. O burrani të thyem depot. Shko birë, shko. Mirëmëngjes, zoti Teli. Mirëmëngjes. Më pëlqen zëllë juaj, po që do, keni një reklamacion tepër arkaik. Për këtë jeni munduar të rjetën, gjëna. Por tani do të keni me se të mburreni. Erdha të marri prodhimet, maestra. Po, të lutem shumë. Unë ju a thash që për to interesohet vetë prefekti, konsulli. Na duhen urgjent sepse duhet i shumë fishojmë sa më parë. E po dukuni nesër. Ato janë shumë, edhe qirakun nuk e kam këtu. Qirakun? E njohët qirakun tëndë. Do me thënë në dorën e ti pas kanë vetër fotografit. Mos harroni se do të merë në një dorë të maj me parash, kuptuat? Si urdhëron, zotëri. Ato po lëvizin burra shteti. Mirë atëre. Nesër që në mëngjes. Asnjë orë më vonë. Zotëria e ti. Nën prefekti. Konsulli italian. Konsulli që nuk rrit do të pa laurën.
Tu një tjetër. Mirë se erdhët. Konsulli ka ardhur. Si urdhërën? Tu një tjetër. Ka njëri tjetër? Jo. Na thoni se çfarë duhet bëjmë. Mbreti ka mbatho pingat që të luftoj. Të luftoj apo të fluturoj? Largohuni se këtu do të ketë bombardime. Poshtë Mussolini! Poshtë fashizmi! Pa që vetë qaftë! Tradhtar! Dua marr! 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 Nise më shpejt makinën. Jepi gas! Çfarë po shona mytën? Hajde një tjetër ta përmysim! Besoj e morët vesh. Nushi, nushi. Trajtarët po ikin. I le për pete grëmadhat. Po, mire tha Niko. Edhe ashtu le të bëhet. Eja se duhet bëjmë një fotografi bashkë. Po prit njerë, prit deri dielën. Nuk e shikon si jam? Shumë e mirë. E. Ua, gjyma. Eja. Ja gjyma. Mjeshtër. Ha, po ju. Ku pasi një qenë kështu? Të lutem na bëj një fotografi. Hajde. Të kemi edhe në një. Ku i dihet? Lerm tani. Po lerm se do na shohin bota dhe do thon pastaj su durojt. Qëndro të thash. Mund të ketë luftë. Nuk i dihet. Nuk u mërzitet, ë? Jo, mjeshtër. E pa kokën? Ashtu shumë mirë. A thua do ketë luftë deri të dielën? Ku ta dish? Qeshni pak. A pra qeshni? Takzoni e trashëgoheni. Nush, Anik. Shokët po shkojnë nga depot e armëve. Miru pafshim, mjeshtër. Po të presim, Nush. Miru pafshim. Të gjitha që e kam bashull. Maskarin. Të poshtet, na hodhën. Hej, quna! He, Kam qet një top. ku është? Hajde një pas meje. Hajde, quna, eci. Ja topi. Qa më ne këtë Niko, di që kemi dhe ne. Kush e ka bërë ushtëri nga ju? Unë. Di të qëllosh me top? Jo, po kam një shok që di qëlloj. Base qëllojnë topat e kodrës. Jo, u dëgjua fare afër. O burra nisemi. Prit, po për pushti do t'ja bëjmë. Di unë një vend. Di edhe unë një.
Vazhdesha ndaj matana, edhe e bumroja. Po erdhi mirë. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Nuk të prisni. Tani po, jemi tamam, ha? Aha, pasi. Hajde. Nushi. Kemi kapur këtë njeri dyshim që sille rreth shkollës. O ti cum, o ti djal. Si e otrim? Nga ke ardhë? Ha, kështu pohe. E ka marrë prej malësi o lumiku. Pa e ka arë baca me qitë pushk lukat nezi. Hajde, Quna. Ej, Quna! Ka sjell buk ngër! E sollën gratë e mhallës, se e dinin që do rrinin gjithë natën. Se ka Mjalt. Kujdes. Po ja mos ati fotograf, mo i pëj nazë se të shton ymri. Fratelli, shkreze ngej. Edhe nga buka mjeshtër, nga buka. Po turoni më të do na krejt të tërë. Quna! O, Quna! Një lajmë i gëzuar! Ja, të thot tani! Vëllezër, Tirana gumxhin nga demonstratat. Po kështu Elbasani e gjetk. Normalistët janë nisur për këtu. Po mi e shtryu qdo këtu? Fotografo? Nuk e shikon çdallë të bukura që? Mjeshtrim është artist i madh, i pëlqejnë pejzazhet. Sa do doja të bësh edhe unë një ditë si ai. Ikim që tu se mos a shoh. Mirë. Ti nuk e qenë asnjëherë? Ja. Ja sa ndes pak zjarre. Eja të thash. A nuk e ndjen si dritet shpirti im? E ndjej. Pra dhe duhet të zgjedhet pa mbarim kjo ditë. A thua të jem gjithë një kaq e lumtur? E pse jo? Ti solle kaq gëzim në jetën time fatkeqe. A të pëlqen? Shumë. Nushi, po ky kush është? Baba i mjeshtrit. Ka vdekur. Ja këtë mirë ka fotografia. I thot vdekjes ndel. Ja dhe ririnda si tanë të mëdhej që ti i pëlqen aq shumë. Vete ai ka fotografuar në Stamboll, edhe i ka sjell tu. Po ti nuk shko punon? Une? A? Kudo? I ndihmoj mjeshtrit. Ti ishe se të vogla. Po kjo? Kjo është dhoma ti. O Nushi? Urdhëro. Po kjo kush është? Kjo është një fotografi e kohës rinis. Gruaja e tij. Sapo u martua, u vra. U vra në Vlorë gjatë luftës së 20-s.
Po ti nuk ke bërë ndonjë fotografi? Jo, asnjëherë. Po si kur ta bëjë ty fotografinë e parë? Mua? Po. Dale? Sa qef, nuk kam asnjë fotografi në jetën time. Ullu. Vaso! A duke që? Të qohet shurm, 3 drita duken larg. Mos janë ato të peshkimit. Ma duken dritat më dha. Sigur jam 5 dhe jo 3. Vaso, Urdhra. shkole më rashukët. Shpejt! Fikeni zjarrin! Çoni se erdhën. Alo. Se ti ku ka marrë se pati Alo. do të ketë njëri pati do të përgjigje. Pushoni, flasin nga torra. Alo. Këtu, shkolla. Si? Po ju, kush jeni? Alo. Kapter muj original. Au, doli kapter muj original. Alo. Shohim drita anije që vin nga deti. Si? Shohim drita anije që vin nga deti, thash. Ti... Alo, alo, alo. E preu ta marrë drejqi. Si ka bëjmë? Kapteri është gati për luftë e torra. Nisim. Ale, nisim. Por na këta presim. Do dalim te kodra. Ati na presin vullnetarë të tjerë. Me top që tu nuk mund qëlloj do. Merreni me vete. Hajde ti shumë. Pura më se në zuri drita. Juni më ka. Hajde, nga ashtu. Hiqe duri te krota. Ashtu. Ti më është bën këtu. Po të bukut të gjithë. Te smiesh se më britesh. Në oficeru Siti, pushuani zjarrin. Keni provokuar një luftë. Dhe për këtë do të përgjigjeni para gjyqit ushtarak. Para gjyqit do dalë shti, zoti kapiten. Na pa do të thënë se kemi një ushtrim mbretëror që përgjigjet për fatet e kombit. Deri dhe karë armatë të kokë. Ku e ke komandën e operacionit të Rrushkullit? Ku është garnizoni i Tiranës? Si sapo të fillonte lufta do të vinin edhe ata. Kjo është tradhtia më e madhe që ka parë ky komb. Theun e them. Tani është tepër vonë, zoti kapiten. Ti mund shkosh, zoti kapiten. Ju jeni të çmendur. Prapsu! Prapsu! Prap! Si më rregull. Shpejt. Shpejt. Gati. Zjer! Poshtë. Më pasan hequr gjilpërën. O bura në humer!
Nush birë. Nush. Po fal, Lile. Nuk e mendoja kurrë që kjo pranverë do t'ishte kaq e hidhur. E jam ndimo! Prit se erdha! Selo, pa! Gjithë natën që e kërkoj. Askush nuk më tha gjë për të. Ku është? Mos e kërkom. Vers 6 heures, les troupes fascistes
attaque pour la troisième fois. Les canons des unités navales tirent à toute volée. 14 avions de chasse et leurs bombes détruisent une vieille batterie. Les fascistes se retirent avec de grosses pertes. Vers 10 heures eut lieu enfin le débarquement à Tours. Dans ce laps de temps, des troupes de volontaires civils continuèrent la guerre qui coûta la vie à des centaines de soldats fascistes et à beaucoup de volontaires albanais. La reine Géraldine et le roi Zog s'enfuirent.